Lajmi net ka siguruar një rrëfim të një punëtori i cili ka treguar saktësisht se çka kanë bërë për këto orë sa ka pas reduktime me arsyetimin e mirëmbajtjes së rrjetit. Redukimet që keni pa dhe jo të pejtetve deri në ora 8 mami, dhe mon me të rindërime jënë konë prej 8-ve deri në ora 12, prej 12-ve deri në ora 4 edhe prej 4-ve deri në ora 8. Mas 4-ve s'punon kërkush? Qashtë është, veç mujnë e kalum nga kanë qitë njëve një grëpë, kena punu prej orës 12 deri në ora 8, po edhe pse nga kanë qitë dhe ma onë kur gjës kena punu heq, ma te i për i nga shilu dhe kena në të ujtë në përqajtore, kena këshyra i sen, nga kanë do në i konë në i trafë me qilë për shumë dhe që jash me fshi pak me fshis, që ta me punu, jo s'ka kushte e masorës 4 tërë, nuk mujna s'kena nga qa shtylla së ndërën të hela zëtë me. Që po bëhet revizionim i rrjetit, çka i bjen ajo? Revizionim i rrjetit dëmonë është kur t'i ndërën shtyllat, t'i ndërën telat, i ndërën trafat, punon a i sen për shambun trafo blind, ose qështë dhe t'i shka. Qysh ka mundësi mas 4 gjysmëve kur s'punojnë mirëmbajtja me bë revizionim? Jo, ajo në revizionim së bën ma 4 gjysmëve, ajo që kanë një ranë të tyne. Ato do me ditë korrekt edhe kolekte me edhe populli. Besoj që nga ka po dikosh të punu mas orës 4 gjysmë. Shijon telat mas 4 gjysmëve? Po me pasu në i bataria diçka që jo teli i këpot po, për ndryshe shekur gja. E çka bëni ju në raporte kur i bëshni që ju thujnë me mirëmbajt rrjetin? Çfarë shkruani këtu? Na, për shembull, sot vjen raport i bezo që ka mënol një dalje e caktume prej orës 8 deri në ora 12. Edhe neve na thonë shkon në traf, në shkruje që unol që e dalje që keme punu për diska. Edhe na do të me shkuta normal në 8 gjysë, për shembull janë isën punës, po dhe shkojna se pina një kafe zakonisht në diçka, dhe shkojna dhe trafa bëhat bëva kina në gjysë. E që atëherë, ka mundësi që në shkrujna ka pasë dhe mundësi që ka herë kena rezistu mës me në shkru, që me në shkru kurse s'kina punu kur gjena dalje. Po, jina detyru, një ebi letë në shërën që nuk bën, ka nëse se në shkrujnë në veç duhet një kaldu aty në naltë. Edhe largim nuk ka përmen, a i po si të thëtë normal që one i kalzaj aty në naltë, ti s'ki qa bën, duhet me logaritë ose me dollë puna se me nënshkru që atër raporti pa punu sen. E pse po mendon që po të bën keq si këtë? Ju pe quni mashtrim? Po, normal që mashtrim kë është, së një thu ti në resh, kur ta në lërime, bezo ka 2 motor për i tete, me në gjes, dhe i tete mramja s'pënën kur gja heq. Pse pikrisht ka turur nalet, për shembull, me nërejsh një trafa, bëni ka turur gjithë me i lidh 2 tela, ka turur gjithë? Jo, zakon bile që ato planifikime që i ka shkru kjo që ato dalje ku e nalë rrymen, na faktikisht gati thuj se zdia kina punu bile me herë me thonë mashtina 10%. Ma shumë s'kina ujtë me punu. Kur edhe atë shembull dikon shumitën e hera në ka ra me ndruhe një letëve. Çka letë? Leta është një me sigurisat e poshtë, një 3-4 një rënë sigurisa. Po dikona e 2-3 trafas ka ma shumë, po me një 15 nashti 20 minuta. Ose për shembull e kena fshi trafën, veç ta me bo një fatë, se punën që e kena bo në qëtë dalje, ku e ka sikta, na u duh me bo një fotografi. Për shembull që aty, ku kena thonë që i po punojnë, ku na kanë quë. U duh me bo një fotografi edhe mja që shefit në Viber. Me onë që kem punum që do, realisht pa punu kur gjëhish. Apo na kallëzën pak mrena në trafë, çka bëni ju në momentin kur e nalni rrymën edhe... Po. Na i thujna trafo blind.
Edhe që tha ose ndrojna për shembull që të na i lejtve, ma sen, që të farë këthina që thojna ndërpresin, ose nëse s'kena qa me punu që të dyja, thojnë shka veç fshija, për shembull me fshis që të pak. E fshina, e bojna një fotografi, edhe ja qojna sheve që kjo punë dëmon, që kjo llogaritet 4 orë. Dhe po kjo dëmon na kanë këshyrë veç të mujën e fundit, dhe vjetor dëmon i kina bosh të sene, se... Ma herët s'kini bo Jo, dikon s'di ka reka ngushta kur ja ka nis domon që ke farë punë qështu, po s'na ka lyp heq raport, s'di s'na kanë hutë qëfar talë, s'kena po, edhe pse kanë që doli ata s'kena që as fotografi, as kur gjë heq, s'kena pas nevoj me që kur gjë heq, s'na kanë kërku heq, kërkosh heq, ardhen, ma tepër kena doli kena punu ku kena desh, dret ku kena pas planifikum me ajsen tjetër, se domon edhe nas nuk kena kushte. Sa shtëpi leshi pa rrym kur e keni nalë? Po kur nalët një trafoblin për shembull e 10 kilo vujshit, aty 04 shambuj me kon 7 trofa, ose 10 trofa, një trof qasi për shembull e 04-shit, më një pas 800 konsumator, tash nëse janë 10 llogarit e minimumi, se cila dalje mesatarisht i ka 3000 konsumator, për një që si ndërpresi. Edhe pse mund për shembull nëse u ndru një shill dikon një trafo 04-sh, në ka pas nevoj me nalë krejt heq, këtë farë pjese atje. S'ka pas nevoj, se për shembull e ka nalë që të e ndërpremen e ndërpres dikon a i shtyll tjetër, edhe punon të shien aton, i len për veç një trof. A më kujtojnë i len 200, sot ka ma shumë dëmon që qëtë rrimna për të ren konsumatorëve, humbjet i ka ma të mdoja, por dëmon nuk i merë krejt. Nëse i fakturën pezo nashti 100.000 euro, nuk i merë 100.000, unë mi morë 70, a përdin se konsumatorët nuk pagujnë krejt, se ne kum punu ma heret furnizem, edhe e di fakturat, qysh i kina fakturu sa kina mujt, me morë pare, po s'mën e ka mundësi që edhe qaja. Pse për bën ti këtë rrëfim? Cili është interesi? Po më dhem, qysh që të se ma heret në kek, më pas bo që të sene, ku me di qa i zbo. Bo ati i shkollë krejt edhe kekin e këshin kollë konsumator të kërsi shu. Tash që po bohen 4 muja, 5, se di as vetë 6, se di, që s'di sa muja mon kush nuk e ka ngrit zonin, as nuk ka full për këtë punë. Po në veç kisha kërku dëmon që me pas një atem, se edhe na në punëtor jena në siklet. S'po kemë qare pa në shkru. Dëhet, për shambull heq pa punu, dëhet me shumë në shkru që në regullë. Nëse deli kontrollon për zo trafat, ose shef atun, me këshyr, që aty ku nalë rryma, sa ka punue, sa o bo, e she që qatë pun që e ka nënshkru, ata nuk ka bo as 15 minuta ose gjysore me bo. E më në nalë rryma 4 orë për 10.000 konsumator, zdi, kjo, zdi, veç të na, veç besoj që veç të na në Kosovë ndodhë kjo. Një vend normal me pason, ku edhe qeveria po i do të në ropër si punë, se jo veç një kecë. Se kej që tu ekipe dëmon 2 që jena me në batje Prishtinë, edhe rjetit na për distriktet dëmon na për qyteza tjera, po Dujev, Drenas, Obilesh, Fush Kosovë, krejt një kamion e një bager e kanë, tash se cili më në post ka një ditë. Llogarit e tash ditë e tjera, për zonë një ditë e ka po Dujeva, po në qa ditë, për zonë të homën. Po qa të mordën e ka qytetit e mund tjetër, qa bojnë tjerat. Do më të qyshma. Si mu bo në 68 pika me mbajtje rritë? Jas, ajo 68 pika për mu bo me mbajtje rritit të mund 68 trofa, të unë e vetë zgëdzej si shë gëdzu me punu këtë trofa. Kur vi këto do të me ordhë veti i dyti ose i treti. Se kanë të leju me regullore veç vetë me punu. Minimum dëmon dhe me konë 2 ose 3 veta. E se cili në distrikt për shamull, po Dujeva i ka pëzo 2 ose 4 i ka një ndrejnë. Ardhën prej 7 vete në ora 3 i ka veç 4 vete. Tash llogarit e qa mujnë me punu ata. Në 68 trofa, 4 punëtor. A mujnë veç me i shëti 68 trofa për një rol? Me kërë me i shëti? Po do i me kërë ju me kërë, po unë s'ma më që edhe me helikopter me pos për mija pëtin.
Me shumë këto, së më në më shi 68 pika, 68 rova, se që do trova kur doon ta se cila trova, për shambull, një trova një katon pëzo, më në me pos pëzo, që diku me mo shambull, lak në sejl pëzo. Më një pos 10 km katrur, logaritet a shtelat, koranën, banderat, në 10 km katrur, sa shtylla më në ka në sa kilometra ka u bëlltela. Faleminderit shumë.